Me rastin e 21 dhjetorit ditës së sportit të basketbollit, Qendra për hapje dhe dialog zhvilloi një takim të hapur me të rinjt për të bashkëbiseduar dhe nxitur përfshirjen e tyre aktive në sport. Kodi pretendon të realizojë me disa nga shkollat e qytetit të Korçës edukimi përmes sportit dhe ku ka më mirë se sa edukimi përmes sportit duke rrëfyer eksperiencat e atyre që janë në vijën e parë të sportit, siç është në rastin konkret ekipi basketbollit Skënderbeu. Takimi u fokusua në rolin që basketbolli luan në edukimin, disiplinën dhe formimin social të rinjve, si dhe në rëndësinë e sportit si një mjet për promovimin e vlerave pozitive, bashkëpunimit dhe jetesës së shëndetshme. Kemi krijuar një skuadër jashtëzakonisht mirë në krahasim me vitet e tjera. Kemi afruar disa lojtarë të tjerë amerikanë që na kanë ndihmuar të arrijmë fitore dhe të arrijmë atë objektiv që ne kërkojmë. Të rinjt patën mundësinë të ndanin mendimet, pyetjet dhe përvojat e tyre lidhur me angazhimin në sport, ndërkohë që mund të pyesnin dhe dy sportistët e huaj që janë pjesë e skuadrës së Skënderbeut. Jam shumë i emocionuar që isha pjesë e këtij aktiviteti. Ekipi korçar na ka mirëpritur dhe kjo na ka bërë të ndihemi si në shtëpi dhe ne kemi krijuar një miqësi që mendoj se do të zgjas për gjithë jetën. Sa i takon lojtarëve këtu në Korçë, mund të them se janë një skuadër shumë e mirë dhe me një përgatitje shumë të mirë nga trajneri Bruno Topi. Në përmbyllje u theksua se aktivitetet të tilla do të vijojnë dhe në të ardhmen, duke e konsideruar sportin si një urlitse mes të rinjve, institucioneve dhe shoqërisë.